Selamu alaikum wa rahmetullah. Të nderuar teleshikues, vazhdojmë me ciklin e emisioneve Rinia me sfidave dhe besimit. Gjithmonë mundohemi të sjellim pranë jush disa tema që janë vërtet interesante dhe tërheqëse, andaj sot kemi ardhur me një temë e cila i prek të gjithë. Do të flasim inshallah për etikën dhe moralin. Për këtë temë kaq interesante kemi të ftuar në studion ton Hoxhën e nderuar Mustafa Tërniqi. Hoxh, selam aleikum, mirë se keni ardhur. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se ju gjetëm. Hoxh i nderuar, jetojmë në një kohë e cila është duke lëvizur tepër shpejt, le të themi, me këtë globalizëm që kemi, por jo vetëm. Shikojmë edhe ndryshimin që kemi përmendur nga antivlerat në vlera dhe gjëra të tilla si kjo, dhe anasjelltas patjetër. Dalemi tek etika dhe morali. Shumë të rinj sot janë të hutuar, nuk janë aq të qartë tek këto dy, te ky princip, le të themi, kaq i rëndësishëm. Nëse mundet nga ana juaj, a mund na tregoni cili është përkufizimi i etikës dhe moralit dhe sa i rëndësishëm është ai në kohën e sotme? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit. Është e vërtetë ajo që përmendet, që rinia sot, jo vetëm për shkak të hutimit, por ka një sër faktorësh dhe shkaqesh të ndryshme që ka bërë këtë rini të largohet jo vetëm nga principet të bazë, parimet të bazë të besimit, por dhe të vetë etikës dhe moralit. Të asaj etike dhe moral dhe më thënë që në vija të trashe është i njohur tek shumica e njerëzve. Sepse shikojmë që qoftë njeriu besimtar ose jo besimtar, qoftë njeri që e lidh jetën e tij me Zotin ose i personi tjetër që nuk e lidh jetën e tij me Zotin, janë disa pika të përbashkëta që lidhen me etikën dhe moralin, edhe pse janë të përbashkëta në të gjithë kategoritë e njerëzve. Shikojmë rinin sot, një rini që nuk i përmbahet këtyre normave të etikës dhe normave të moralit. Dhe faktorët, siç përmendëm, domethënë janë shumë, por nëse do i kthehemi çështjes së përkufizimit, etika dhe morali gjithashtu bën fjalë në aspektin e përkufizimit një tërësi normash, parimesh, rregullash, bazë që rregullojnë sjelljen në një jetë sociale të përbashkët apo në shoqërinë ku jetojmë. Mi bashkësi normash edhe pra një tërësi normash dhe rregullash, mos harrojmë këtu dhe anën parimore dhe parimesh në të njëjtën kohë, që janë pjesë e jetës së përditshme, mënyrën se si duhet të sillemi, rregulla të ndryshme rreth mirësjelljes, gjëra të cilat duhet të rregullojnë normativat tona në jetën e përditshme, në shoqërinë ku jetojmë. Dhe sa e rëndësishme, po patjetër është rëndësishme sepse neve pa etikën, pa normat, pa moralin, pa parimet, pa rregullat bazë, ne nuk mund të kuptojmë dot njëri tjetrin. Dhe qëllimet ndoshta mund t'i kemi të përbashkëta, por nuk na lën domethënë kjo sjellja jo e duhur, nuk na lejnë parimet që ne nuk i kemi, nuk kuptohemi, do të keq kuptohemi madje. Dhe është aq rëndësishme në shoqëri sepse duhet të kemi pika të përbashkëta mirëkuptimi. Përderisa po flasim për këtë tërësi normash dhe rregullash. Historia ka treguar që qytetrime të ndryshme, shoqëri të ndryshme kanë pasur, le të themi, këtë tërësi normash dhe rregullash dhe parimesh të cilën ne e quajmë etikë dhe moral. Tani me kalimin e kohës, periudhë pas periudhe, këto norma dhe këto rregulla duket sikur ndryshojnë. Jo vetëm në efektin kohë, por dhe nga një vend në një vend tjetër, pra nga një shoqëri në një shoqëri tjetër. Duket sikur racat e ndryshme njerëzore pranojnë diçka që disa të tjerë nuk e pranojnë. I kanë të ndryshueshme faktikisht. Pra ndryshojnë, është vërtet ajo. Ka një dallim të dukshëm mes tyre. A ndodh diçka e tillë dhe me Islamin? Pra dikur ka qenë diçka që konsideroj moral ose etikë islame, ndoshta tani mund të ketë një ndryshim të kësaj? Do të thua që normat dhe rregullat apo etika dhe morali islam janë të ndryshueshme ashtu sikur ndryshojnë, ka ndryshuar në rrjedhën e historisë? Kjo është pyetja. Pikërisht në bazë të vendit, kohës, rrethanave. Nëse do ta lidhim në aspektin teknik, ka plot gjëra të cilat mund të ndryshojnë. Kurse në aspektin parimor, rregullat bazë, normat bazë janë të pandryshueshme në islam. Është vërtet ajo që thatë se në rrjedhën e historisë botërore, në varësi të qytetërimeve, në varësi të rrethanave, në varësi në kohën kur kanë jetuar, vlerat që ata i kanë konsideruar ose veprime ndryshme që ata i kanë konsideruar si jo apo jo me fjalë vlera,
të ndryshme, paketa e etikës, paketa e moralit, rregullat dhe normat janë të ndryshueshme për konceptin, domethënë, njerëzor, por nuk mund të jetë i tillë në konceptin islam, në konceptin fetar. Përse? Sepse ka një dallim. Të gjitha normat e përcaktuara nga njerëzit ka një limit, ka një kod caktuar, një popull të caktuar. Dhe përjedhoj, ato mund të ndryshojnë sepse ndryshon dhe mentaliteti i njerëzve. Kurse normat në islam, rregullat në islam, parimet në islam janë të përcaktuara nga vetë Allahu xhelle xhelalu dhe përjedhoj, ato janë domethënë të pandryshueshme. Bëhet fjalë për fen islame. Pra ka zbritur Kur'ani dhe Kur'ani nuk përmban vetëm adhurimet, Kur'ani nuk përmban vetëm historinë, Kur'ani nuk përmban vetëm çështjen e besimit se si do besosh Zotin dhe si do njohësh Zotin, por përmban dhe rregulla shoqërore, përmban dhe etikën dhe moralin, përmban të gjitha normat që i duhet njeriu për të ndërtuar raporte me krijesat e Zotit. Dhe përjedhoj, ato janë të pandryshueshme sepse Zoti fillimisht i ka zbritur dhe i ka përcaktuar në formë parimore. Dhe parimi që zbret nga Zoti nuk ka koncept njerëzor që mund të ndryshojë konceptin hynor. Allahu xhelle xhelalu është domethënë din për ne më shumë se sa dim ne për vetveten tonë. E din shumë mirë se ç'është e mira dhe ç'është e keqja për ne, shumë më mirë se sa çfarë mund të përcaktojmë për dëmin dhe dobin ne për vetveten tonë, madje din të ardhmen tonë, përfundimin tonë, diçka që ne nuk e dim për vetveten tonë. Dhe kur përcakton rregulla, kur përcakton norma, qofshin fetare në aspektin e adhurimit, qofshin ato në raportet shoqërore që ka njerëzit me njëri tjetrin, ato janë një paket fikse, hynore, prej Zotit fuqiplot dhe përjedhoj nuk kanë nevojë të ndryshohen. Madje nëse njerëzit i marrin këto norma, i realizojnë në jetën ose i praktikojnë në jetën e tyre, atëherë patjetër që është pika referenciale e përbashkët që nuk ka nevojë të ndryshojë, sepse ne ndryshojmë nga njëri tjetri, sepse perceptimet njerëzore vazhdimisht kanë nevojë për ashtu dhe ligjet në shtete të ndryshme. Pse gjithmonë ligjet ndryshojnë? Sepse ndryshon koha, ndryshon mentaliteti, ndryshojnë nevojat, ndryshon koncepti, ndryshojnë konceptet, pra ndryshojnë të gjitha. Dhe përjedhoj është e nevojshme të ndryshojnë dhe ligjet, kurse ligjet e Zotit nuk ndryshojnë asnjëherë, porositë hynore nuk ndryshojnë asnjëherë, normat dhe rregullat nuk ndryshojnë asnjëherë. Jo vetëm kaq, por dimensioni i rregullave, dimensioni i etikës dhe moralit, principet bazë, parimet domethënë që vijnë nga feja, dhe përredhoj për ato vinë prej Zotit fuqiplot, janë shumë të gjëra se ajo që konceptojnë dhe perceptojnë njerëzit në narrativen e tyre shoqërore ose moderne. Përse? Allahu xhelle xhelalu të ka sjellur të gatshme një paket veprimesh, rregullash dhe normash se si ti rregullon raportin tënd me Zotin vet. Pastaj ti me vetveten tënde, pastaj ti me njerëzit e tjerë, pastaj ti me krijesa të tjera që nuk janë të llojit njerëzor, siç janë kafshët e ndryshme, madje kemi dhe etikë të përkufizuar specifike edhe me mjedisin kur ti jeton. Pra etik, norma, rregulla me gjithçka që është përpara teje. Duke filluar me vetë Zotin që të krijoi, është më rëndësishmja, pastaj ke ti me vetveten, ti me njerëzit e tjerë, ti me kafshët, pra domethënë krijesa të tjera, gjithashtu ti me mjedisin ku jeton, me vetë botën. Shumë e qartë. Hoxhë nderuar, ky detajim në këto rregulla dhe norma të etikës dhe moralit islam përmendet pjesën e raportit me Zotin që patjetër po flasim për një raport që nuk kemi se si ta dim vetëm se nëpërmjet Zotit. Tek pjesa e raportit me veten, etika me veten, është diçka që nuk e dëgjojmë të flitet shumë. A ka diçka të detajuar nga Islami dhe për këtë? Patjetër. Apo më duk sikur Jo, është diçka e detajuar, sepse dallimi mes etikës dhe moralit islam, që thanë, nuk është i ndryshueshëm në aspektin parimor. Po flasim për rregulla, teknikisht është diçka tjetër. Dhe ka dallim mes këtij morali, kësaj etike hynore të zbritur për Zotit në mënyrë që ne të normalizojmë jetën tonë me njëri tjetrin, ka dallim të madh nga rregullat që vendos njeriu vet, sepse Islami e nis nga ndërgjegja, e nis me sinqeritetin. Kurse rregullat njerëzore ose ndërnjerëzore janë të përcaktuara në varësi të interesit, në varësi të mbarvajtjes së punës, në varësi të kufizimeve dhe limiteve dhe lirisë që kemi.
kur fillon dhe kur mbaron liria jote, kur fillon dhe kur mbaron liria ime, cilat janë raportet që zakonisht ndërtohen mbi interesin e përbashkët. Këtë është gjithçka që lidhet me aspektin njerëzor, kurse në aspektin fetar, gjithçka lidhet me ndërgjegjen e pastër, me sinqeritetin e brendshëm, e cila rregullon mendimet dhe idet. Për rrjedhoj do të kemi fjalë më të matura, fjalë më të dobishme, dhe në fund fare patjetër që do të kemi dhe veprime më të mira, dhe e gjithë kjo të çon në një paketë sjelljesh, në etikë dhe moral, e cila fillimisht njeriu e lidh me vetveten përpara se ta lidh me të tjerët. Nëse do t'japim një shembull. Pra, mjafton që ne të kemi një etikë të përbashkët në aspektin njerëzor, të kemi një etikë të përbashkët me njëri tjetrin, e cila lidhet me anën njerëzore dhe të interesave të përbashkëta, nuk është më rëndësishme sa i sinqert unë jam në brendësinë time. Dhe nuk është më rëndësishme se ti a duhet të dish brendësinë time apo jo, apo unë duhet të di brendësinë tënde apo jo, qëllimet e fshehta që ke, dhe përrjedhoj ne asnjëherë nuk do të jemi të sinqert dhe nuk do të kemi një përfundim të përbashkët në dobi të përbashkët në sjelljet tona dhe në intereset tona, nëse ne nuk jemi të sinqert në zemrën tonë. E ndërkohë Islami futet deri tek detaji më i vogël. Islami futet deri në detaj që ke formuar raportet me Zotin? Po. Ke formuar raportet me krijesat e Zotit? Po. Mes këtyre dyave do të kesh dhe raportin tim me vetveten tënde. Cili është raporti im me vetveten tënde, me vetveten time, sidomos për rinin sot, me që po flasim do të thonë për rinin, sot rinis këtu mund dalemi më shumë se sot rinis i mungon ndërgjegja e pastër. Sot rinis i mungon sinqeriteti i brendshëm. Sot rinis i mungon analiza me vetveten. Pra, shikojmë të rinj të cilët nxitohen. Shumë gjëra i marrin në aspektin emocional, ose për te emocionit në aspektin e interesit. I riu si veriu, si thot edhe populli. Dhe ai nuk analizon vetveten nëse është duke gabuar apo jo. Nëse është duke shkelur të drejtat e tjetrit apo jo. Nëse është një njeri, një i ri apo e re që analizon një formë se si duhet të jetë përfundimi i punës në formën më të mirë, në mënyrë që ne të jemi të sinqertë, domethënë me njëri tjetrin. Nuk i percepton njëri deri në këto detaje. Dhe për rrjedhoj, ne nuk kemi kurim të vetvetes. Kjo është pjesa më e madhe. Kjo është pjesa kulminante e etikës islame dhe moralit islam. Dhe kjo është duhet të jetë e prekshme, duhet të jetë e duhur, duhet të jetë e qartë për të gjithë gruponshat. Dhe kjo na mungon realisht. Por sidomos për rinin, kjo është ajo që u mungon sot rinis. Etika dhe morali në aspektin islam, në konceptin islam, në dimensionin e vlerave islame, dhe jo thjesht një sjellje e ndërsjellët aty, dhe mendojmë se neve shkojmë mirë gjoja me njëri tjetrin, për aq sa përkon me interesin ton. Kur mbaron interesi, nuk kemi më sjellje të mirë me njëri tjetrin. Nuk është ky morali. Nuk është kjo etika. Dhe nëse një rini sot po formohet me këtë koncept të gabuar, nuk do të kemi një përfundim të mirë të nesërmen. Ky njeri nesër do formojë një familje. Ky i ri do të martohet me një të re të nesër dhe do të kenë disa fëmijë. Dhe këta fëmijë do të kenë një ecuri në jetën shoqërore, dhe ecuria e tyre, e prindërve, edhe këtyre të rinjve që u bën prindër dhe fëmijëve të tyre, nëse nuk ka norma të shëndosha, norma të sakta, nëse nuk ka rregulla fikse, nëse nuk ka lidhje me Zotin e tyre, fillimisht në aspektin etikës, pastaj të adhurimeve, besimit e kështu me radhë, ne asnjëherë nuk do të formojmë raporte të mira në shoqërinë e përbashkët. Do të kemi gjithmonë probleme, sepse është shumë vështirë, sidomos ju të rinë sot, që të ndaleni dhe të analizoni vetveten tuaj ku keni gabuar në mënyrë që mos përsërisni gabimet. Shumicën e rasteve ne as nuk e dim ku gabojmë. Jo, nuk e dini, por dhe nëse i dini, ju mburreni sot me bëmat që bëni. Ju mburreni sot me gabimet tuaja. Ju mburreni sot me antivlerat që në disa raste i dini që janë antivlera, ose në rastet e tjera ju i servirni si vlera. Pra antivlera bëhet kulturë. Është shumë vështirë të gjesh të rinj sot të ndërgjegjshëm, të sinqert, besnik, njerëz që analizojnë, që të analizojnë të gjithë veprimtarinë e tyre, idetë e tyre, fjalët e tyre, veprimet e tyre. Është shumë vështirë të gjesh të rinj dhe për rrjedhoj pastaj të rinj të cilët kurojnë vetveten e tyre. Kjo është e nevojshme për gjithë, edhe për neve. Kjo është pastaj gjithë ne gabojmë, themi o Zot, na bëj prej njerëzve, prej besimtarëve që pas gabimeve tona të analizojmë vetveten tonë, të kurojmë vetveten tonë që të jemi njerëz më të mirë në jetën tonë.
Hoxh, të falenderoj për shpjegimet. Kjo pjesa fetare na mungon shumë se ne jeta e përditshme edhe jo vetëm mediat, po edhe kur ulemi me shoqërinë, vetëm se na largojnë në nuk kemi mundësi domethënë të analizojmë vetveten tonë, të kemi një reflektim, të kemi teksa po bisedonim, më kujtua shpreha shqiptarëve që thonë, të paktën unë e kam dëgjuar nga shoqëria ime, që mos mëso shumë se do bëhesh budalla. Dhe është realiteti i shoqërisë shqiptare. Edhe këtu do doja të ndaleshim pak nëse kemi mundësi, tek shoqëria shqiptare. Si mendoni ju, cilat janë ato gjëra që i mungojnë për realitetin shqiptar po flasim? Cilat janë ato gjëra që i mungojnë moralit dhe etikës së rinisë shqiptare, muslimane mundësisht? Ajo që u mungon sot të rinjve në përgjithësi, por dhe të rinjve fetar, është ajo ana e brendshme e etikës dhe moralit që lidhet pikërisht me sinqeritetin. Prandaj dhe ne kemi përmendur vazhdimisht, nëse mbani mend, e keni përmendur hadithin e profetit alayhi salam që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, imani, besimi është ndar në 70 e sa deg. Dega më e lartë është fjala la ilaha illallah dhe dega më e ulët është heqja e pengesës nga rruga. Të gjitha këto ka përmendur fillimin, ka përmendur mbarimin, por nuk është e rastësishme kjo. Kjo lloj forme të shprehurit nga ana e profetit alayhi salatu wasalam. Përse fillimisht do të tregoj, duhet të ndërtosh dhe të forcosh dhe të ruash raportin që ke me Zotin, etika dhe morali me Zotin. Pastaj etika dhe morali me krijesat e Zotit, sepse ti do të jetosh me njerëzit, me krijesat e Allahut xhelle xhelalu. Dhe kjo duhet fillojë nga sinqeriteti. Sinqeriteti është që nëse unë heq pengesën nga rruga, e dua të mirën e tjetrit sikur dua për veten time, dhe nuk dua që tjetri të lëndohet, ashtu sikur nuk dua unë të lëndohem në vetveten time. Nëse kjo ndërgjegje, nëse kjo ndërgjegje e pastër, nëse kjo etik kaq e lartë, nëse ky moral kaq i bukur dhe ky sinqeritet kaq i domosdoshëm në jetën tonë do të jetë e qartë tek rinia, atëherë do të fillojë dhe analiza dhe kurimi. Ku gabova? Unë hoqa pengesën. Pse hoqa pengesën? Që tjetri mos të dëmtohet. Kurse sot kemi një jetë që ne mund të vendosim pengesa që të tjerët të pengohen, të tjerët të distancohen prej teje, të tjerët të ngelin mbrapa teje, ti je ti ai që fiton dhe jo vetëm të tjerët, ti je ai që do të jesh i pari dhe jo të tjerët. Pra, jemi duke jetuar në kohën e antivlerave. Jemi duke jetuar në kohën kur rinia nuk percepton se ç'është ndërgjegja, nuk percepton se ç'është etika e brendshme, nuk percepton se ç'është sinqeriteti. Pra ajo që i mungon sot rinisë në përgjithësi, por edhe rinisë fetare gjithashtu, është përcaktimi i veprimeve të tyre, planifikimeve të tyre, projekteve të tyre, ndërtuar mbi etikën dhe moralin islam, dhe thelbi të gjithë saj është ndërgjegje e pastër dhe sinqeriteti. Nëse kemi ndërgjegje të pastër, kemi sinqeritet, do të vi analiza, do të vi kurimi i vetvetes dhe përrjedhoj do të jemi domethënë më të pajshëm me krijesat e Zotit, do të jemi më të sinqert me njëri tjetrin dhe raportet nuk do ndërtohen më në varësi të interesit apo në varësi të qëllimeve të brendshme që shumë herë njerëzit nuk i shfaqin fare, por do të jenë të ndërtuara mbi kënaqësinë e Zotit. Këtë veprim që unë veprova, këtë raport që ne ndërtuam, këtë interes të përbashkët që kemi, përpara se të kemi interes të përbashkët, është diçka që Zoti e don atë, është diçka që Zoti e ka lejuar atë, është diçka që lidhet me porositë hyjnore të Zotit, është diçka që e kënaq Zotin, kjo është ajo që i mungon sot rinis. Pra, thelbi i qenurit i moralshëm dhe me edukat mirë është ti jesh sinqert edhe të bësh diçka që e kënaq Zotin. Po, vetë tema që ju keni zgjedhur, Allahu ju shpërbleft për këtë temë shumë të rëndësishme që keni zgjedhur, pra rinia me sfidave dhe besimit. Besimi pra i mungon sot njerëzve. Po nuk i ndahesh dot. Në aspektin e etikës dhe moralit është sinqeriteti dhe ndërgjegja. Hoxh, do doja shumë të vazhdonim bisedën sepse mendoj që është temë shumë e rëndësishme, por na duhet të bëjmë një pauzë të shkurtër në mes të emisionit tonë. Të nderuar teleshikues, pas një pushimi të shkurtër rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Selamu alaikum rahmetullah, të nderuar teleshikues, ja ku rikthyem sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Hoxh i nderuar, tema ishte tepër interesante le të themi. Jemi tek një pyetje e cila besoj i kap të dy brezat, edhe brezat përpara nesh, po edhe brezin e të rinjve. Pyetja është: a mendoni se ka ndryshuar sistemi i vlerave edhe sistemi i etikës tek rinia sot? Patjetër që ka ndryshuar, jo vetëm tek rinia,
por ka ndryshuar sistemi i jetës në të gjitha detajet. Vetëm fakti që neve na imponohen vlera, etik, moral të ardhura nga një sistem i cili nuk lidhet me sistemin hynor të Zotit, atëherë kjo formon një lloj përplasje. Pra, mes vlerave reale hynore që kanë zbritur prej Zotit dhe vlerave të përcaktuara nga njerëzit nëpërmjet laicitetit të tyre. Pra nuk kemi vetëm ne të rinj të përfshirë nga kjo. Është e gjithë shoqëria dhe i gjithë sistemi. Pra, kur themi që ka një përplasje, çështja është jo vetëm tek të rinjt, për të gjithë muslimanët, të gjithë besimtarët, sa fuqi kanë ata që të përmendin vlerat hynore të Zotit, vlerat hynore që përmban feja islame, të cilat duhet të jenë alternativ për të gjithë shoqërinë. Kjo është në aspektin parimor, në aspektin teknik. Sa efikase do të jetë qasja juaj e të rinjve, apo dhe gjithë njerëzve, edhe hoxhallarëve, edhe mësuesve, edhe psikologëve, edhe sociologëve, edhe historianëve, të gjithëve bashkë, sa efikase do të jetë qasja e tyre për ta bërë, domethënë, vlerën fetare, vlerën e besimit, një vlerë që të kuptohet si një vlerë e vërtetë, një vlerë e drejtë, e cila duhet të jetë alternativ për vlerat të cilat vijnë nga një sistem tjetër jo fetar. Deri ti ku alternativë, po dhe sfiduese në një farë forme. Është përplasje që tham. Është përplasje që tham dhe përjedhoj, do të bësh luftë për të dhënë vlerat? Jo. Përplasja duhet të jetë e tillë që në diskutime, në debate, në qasje, në kurrikula, në shkrime, në deri tek romanet. Dikur ne lexonim romane që në fund fare ti merrje një moral të mirë nga romani, ose kur lexoje fabulën, në fund të fabulës kishe moralin e fabulës, nga i cila domethënë ti merrje një pjesë të etikës, pjesë të moralit që do duhet ty ta praktikoje në jetën e përditshme. Unë jam i bindur që brezi i ju sot po lexoni tregime, po lexoni romane, madje edhe në analizën letrare që bëni nëpër shkolla, është një analizë letrare që më tepër lidhet me antivlerën se sa me vlerat. Pra shikohet ana stilistike e bukur, artistike e bukur e një autori dhe nuk shikohet morali. Përse se ka ndryshuar, domethënë, sistemi. Sa janë të gatshëm sot besimtarët, sa janë të gatshëm sot të rinj, sa janë të gatshëm sot parimet fetare që qasja e tyre të jetë tepër efikase, të jetë e fortë, të jetë e pastër, të jetë e drejtë, të jetë shumë e qartë në mënyrë që rinia sot kuptojë se ecuria e vërtet për një përfundim të mirë në jetën e kësaj bote, përfundim të mirë dhe për takimin që do të kemi me Zotin tonë në ditën e gjykimit, të jetë morali islam ai që duhet sundoj. Hoxhë nderuar, se nuk rria do të pa e përmendur, këtë temën e fabulave, tregimeve, romaneve, realiteti është që rinia sot as nuk po lexon, po është një temë që inshallah do ta trajtojmë një herë tjetër. Nëse mundet të bëj të sjell dy institucione. Kemi institucionin e familjes që vlen për formimin dhe rritjen e të rinjve, nga ana tjetër kemi atë që është jashtë familjes, që është shkolla. Të dy këto institucione ndikojnë drejt për drejt, po ndoshta jo drejt për drejt, në formimin e të rinjve. Pyetja nuk është që ndikojnë apo jo, pyetja është sa ndikon familja, sa ndikon shkolla, sa ndikojnë këto institucione në formimin e të rinjve sot. Kësaj pyetje mund të japi një përgjigje të thjeshtë duke shtruar një pyetje tjetër. Cili është programi i një familjeje dhe cili është programi i një shkolle në formimin dhe edukimin, domethënë e rinisë sot, e fëmijëve në përgjithësi, pastaj edhe të rinisë. Nëse një familje, nëse një familje është e zhveshur nga parimet islame, për rrjedhoj formimi i këtyre të rinjve sot nuk do të jetë me efikasitet. Nuk do të jetë i plot, ose do të ketë mangësi, mund të ketë edhe probleme. E njëjta gjë nëpër shkolla. Nëse shkollat sot ju jeni të freskët nga bankat e shkollës, shkollat të ndryshme, qofshin ata shtetërore, qofshin private, çfarë përfshin arsimi? A përfshin arsimi sot formimin e duhur dhe edukimin e nxënësve dhe për rrjedhoj dhe të rinisë në të ardhmen? Nëse i përfshin, në cila lloj formash? Dhe nëse nuk i përfshin, do të thotë që ka mbetur vetëm një arsim, aq sa po shikojmë sot në shkolla, në përgjithësi shkolla domethënë, i jepet arsimi,
nuk don t'ja di fare mësuesit, nuk don t'ja di fare se është duke përfituar në aspektin shkencor i riu apo jo, dhe në momentin që mësuesit në përgjithësi nuk don t'ja din fare se si do të jetë përfundimi i këtyre nxënësve, për rrjedhoi dhe në aspekti etik dhe moral nuk don t'ja din më. Po patjetër. A mos vallë ka ardhur koha që ndoshta këta nxënës apo këta të rinj nuk i binden më mësuesve, nuk i respektojnë më mësuesit? A mos është sot, domethënë, mësimdhënia, se s'du dalë të mësimdhënia, se kjo është temë tjetër faktikisht. Po, pjesa e cilët janë shkaqet, cilët janë faktorët, cilët janë ato gjërat që e kanë bërë rinin të shkojë deri aty. Pra, një shkollë apo një familje në brenda një shoqërie, çfarë qëllimesh të qarta kanë, çfarë plan projektesh kanë, cili është programi i tyre. Programi i familjes ajo është gjë më e rëndësishme brenda familjes. Sa të qartë janë, cilat janë projektet, cilat janë planifikimet, cilat janë plan programet, dhe sa të vendosur janë, sa investojnë për këtë. Të gjitha këto luajnë rol. Në momentin që fund fare familja çfarë është? Familja është, ja sot ke një të ri që mund të jetë 22, 23, 24 vjeç, martohet me një vajzë, edhe formojnë familjen, mas një viti, 2 apo 3 vjetësh do të kenë fëmijën e parë, masi të kenë fëmijën e parë, pas martesës së tyre, atëherë janë pikërisht këta të rinj që kanë formuar familjen. Dhe kur themi sa ndikon familja, atëherë vetë këta të rinj janë familja. Pra ne kur themi familje, mos mendojmë gjithmonë një baba 50 vjeçar me një nën 45 vjeçare që kanë pikurinë, kanë përvojën e jetës, kanë ecurinë e tyre, domethënë urtësinë e gjitha këto, edhe formimin gjithashtu, deri diku dhe pasuri, ekonomia, sepse një person 50 vjeçar ka një përvojë jete, një eksperiencë, por me pas një stabilitet ekonomik. Po të fjalë që familja, për shembull, mund të formohet nga 2 të rinj, dhe shumë shpejt ata bëhen me fëmijë. Atëherë familja është pikërisht kjo pra. E qartë. Nëse nuk formohen që të vegjël me parimet islame, duke filluar nga familja, vetë familjarët, vetë babai, vetë nëna, bashkë dhe fëmijët e tyre, dhe ky fëmijë kur rritet, pastaj bëhet i ri, adoleshent, bëhet i ri, bëhet burr e kështu me radhë, atëherë janë parimet islame, parimet e shëndosha, porositë hyjnore, të Zotit fuqiplot, principet kryesore, parimet e etikës dhe të moralit, ato që e bëjnë njeriu të ndërgjegjësojë vetveten, të jetë i sinqert, të jetë i veshur me vlerat e vërteta, që të ketë një ecuri të mirë dhe përfundim të mirë. Është falenderoj pa mas, mënyra se si e shpjegon, nuk e di nëse ta ka thënë dikush, është që edhe nëse të vjen një pyetje në mendje, nëse të dëgjon shpjegimin tënd deri në fund, të del përgjigje që kishe në mendje. Po elhamdulillah, nëse është e vërtet, alhamdulillah, falenderojmë Zotin. Allah do shpëleft. Unë gjithsesi po e shtroj pyetjen për shkak qartësie. Pyetja ishte, nëse po e pranojmë që fatkeqësisht ky është realiteti i hidhur ku ne jetojmë, që familjet nuk kanë një plan program, nuk kanë një projekt qartë, ose shkolla mund ta ketë nëse ka, po nuk e realizon dot. Madje nuk investojnë, por thjesht shpenzojnë. Po mund të themi që te kjo anë, te ky aspekt është e dështuar. Pyetja ishte domethënë si mund ta bëjmë ne ndryshimin, ose si mund të vijë një rini, si mund ta formojmë një rini, si mund ta edukojmë një rini me parimet edhe me parimet etike dhe morale që duhen, si ti themi. Duke pasur parasysh vetëm 3 gjëra. Okej. Dhe jo më shumë. Sepse po dalim një skem të thjeshtë, në mënyrë që të jetë edhe thjesht dhe praktika. Së pari, besimi në Zot, i cili sjell vlerat e vërteta. Së dyti, dituria, së treti, investimi. Nëse jemi të qartë në besimin ton, do të jemi të qartë në sjelljen ton. Dhe kur gabojmë, do të kemi fuqinë, vendosmërinë dhe diturinë për të kthyer tek Zoti, duke ditur që kemi një Zot i cili gjithmonë ka derën hapur dhe pranon. Çfarë do lloj problemi të vinë nga rinia, çfarë do lloj problemi të vinë nga njerëzit, çfarë do lloj gabime që të kemi ne, ndalu. Ke një Zot i cili kërkon që ti të kthehesh tek Zoti. Ke një Zot i cili kërkon që ti të besosh Zotin, ta njohësh Zotin, të shpresosh mëshirën e Zotit. Dhe kjo është një strehim shumë i madh. Po patjetër. Strehim domethënë që e gjen vetveten çdo kategori prej njerëzve. Pas kësaj, na duhet dituria sepse ne nuk mund të lidhim dot, nuk mund të formojmë dot raportin me Zotin, edhe të përcaktojmë dot, dhe të përcaktojmë në formën më të mirë
cilat janë parimet bazë të etikës dhe moralit në jetën e përditshme, në jetën shoqërore, sociale, thjesht nga ana jonë sepse kështu mendojmë ne. Jo, është një dituri që ka ardhur kjo prej Zotit. Dhe nëse besimi dhe dituria bashkohen bashk, njeriu do të jetë akoma më i qartë, sidomos besimtari do të jetë akoma më i qartë dhe përrjedhoj do të jemi më i qartë në qasjen tonë me rinin dhe rinia me vetveten e vet. Dhe nuk mjaftojnë të dyja, duam dhe të tretën. Duhet të investohet. Sa të ardhura mujore ka një person? Duhet të investohet për edukimin e të investohet për edukimin, të investohet për familjen konservatore, duhet të investohet për konsolidimin e familjes, për konsolidimin e shoqërisë, duhet të investohet për arsimin, duhet të investohet për vizionin e qartë, duhet të investohet për veprimtarinë dhe projektet dhe plan programet e rinisë, të investohet. Dhe unë pyeta, sa të ardhura ka sot një i ri nëse edhe studion edhe punon ose ka mbaruar stadin e studimeve dhe është duke punuar. Supozojmë se ka 500 euro, apo 700 euro, apo 1000 euro, apo 2000 euro. Atëherë, sa janë gjërat bazike që duhet shpenzoj për jetën e përditshme, brenda familjes dhe jashtë familjes? Mund të jenë 300, 400, 500 euro, po ajo që të pron, çfarë do bësh me të? Ajo që të pron mos e kalon në shpenzim të dyfisht. Mos e ço në shpenzim i cili lidhet me gjëra të padobishme, me gjëra të cilat lidhen me luksin e jetës, por investoje për vetveten tënde, investoje për familjen tënde, investoje për rinin, plan programet, projektet e rinisë dhe të ardhmen e tyre dhe do të shikosh që besimi, dituria dhe investimi pas këtyre dyjave janë 3 pika kulminante dhe kyçe, do të shikosh që do të kemi gjithmonë një përfundim të mirë, jo vetëm për familjen, jo vetëm për rinin, jo vetëm për shoqërinë, por për vetë shtetin dhe vendin ku rinia jeton. Bëra një pyetje unë i rash, domethënë shumë shkurt. Po. Duhet folur nga ana parimore dhe nuk mund të dalë në emisione kaq të shkurtra, nuk mund të dalë në praktik të duke përmendur detaje. Secili din vetë detajet, secili din vetë politikat e veta. Pjesa e investimit edhe është një pjesa e investimit ka detaje pa mbarim pastaj, sepse teknikalitetet ndryshojnë, por dhe formimi i njerëzve ndryshon. E rëndësishme është besimi, dituria dhe investimi. Dhe duhet të dim atë gjë më kryesore që duhet të dim të dallojmë mes shpenzimit dhe investimit. Ne shpesh herë shpenzojmë pa kriter, duke mos kuptuar që këto shpenzime pa kriter, nëse do investoheshin në një formë të caktuar, do ta kishim më të lehtë, do thonë ecurinë tonë. Investimi dihet që kthehet edhe me atë. Investimi nuk quhet investim nëse nuk kthehet më vonë. Është qartë, shumë e qartë. Domethënë me gjëra konkrete dobi prurse. Përndryshe është thjesht një shpenzim që shpenzon dhe shkon nuk kthehet. Hoxhë nderuar, nëse mund të bëj qershia mbitor të pyetja finale për emisionin, për ju, cili konsiderohet një person me vlera? Pra, për ju, domethënë, duke pasur parasysh profilin tuaj, eksperiencën dhe përvojën tuaj, ju i keni kaluar të dyja sistemet, edhe atë të komunizmit dhe atë të demokracisë, keni dhe qasjen fetare dhe na intereson shumë. Kush konsiderohet një person që ka vlera? Një person me vlera? Faktikisht, këtë pyetje, nëse do t'ja drejtoje një mësuesi, mund t'japi një përgjigje pak më ndryshe. Nëse do të drejtoje një personi të formuar mirë shkencërisht, mund të jetë pedagog, mund të jetë mësues, mund të jetë historian, mund të jetë psikolog, mund të jetë sociolog, mund të jetë hoxh, mund të jetë tregtar, mund të jetë biznesmen, pra në varësi të kategorive të njerëzve. Se kush jep përgjigjen e tij. Por unë gjithmonë i shtroj çështjet nga ana parimore. Nëse do të kemi një person me vlerë, qoftë ky person hoxh apo mësues apo psikolog, historian, politikan, deputet, ministër, kushdo qoftë. E bët pyetje më mirë se unë. Ndoshta. Nëse do të kemi një person me vlerë në të gjithë aspektin e jetës, në të gjitha kategoritë dhe sferat që ka jeta, janë 3 parime që neve na bashkojnë. Janë pikërisht ato 3 që unë përmenda. Besimi në Zot dhe dituria janë më të rëndësishmet. Por këto nuk mjaftojnë nëse ne nuk investojmë për këto dyja. Edhe na dalin pastaj 3. Pra, mos largohemi nga besimi. Shumë njerëz ne kemi trajtuar këto çështje. Nuk e di sa emisione përpara, i kemi trajtuar që çështja e besimit ka shumë njerëz të cilët besojnë, por nuk jetojnë me besimin. Ka shumë njerëz të cilët besojnë dhe jetojnë me besimin, por nuk janë të qartë në jetesën e tyre, sepse nuk kanë dituri. Ka shumë njerëz të tjerë, të cilët nuk e shikojnë të rëndësishme Zotin në jetën e tyre, ose ka njerëz të tjerë që shikojnë të rëndësishme Zotin në jetën e tyre, por nuk dinë
se si të praktikojnë domethënë këtë qasje. Pra, duhet patjetër besimi në Zot, dituria dhe të investohet në këto dyja. Atëherë do të kemi vërtet një përfundim të mirë në familje, siç përmendëm, në shoqëri dhe tek vendi ku jetojmë. Hoxh, të falenderoj pa mas, na e bëj Allah për kohën, ndoshta të kemi marrë shumë. Zoti ju nderoft të gjithëve, suksese. Zoti ju shpërbleft. Të nderuar teleshikues, emisioni tonë erdhi fundi. Kjo pra ishte tema e etikës, moralit dhe normave të etikës dhe moralit. Të nderuar, mos u shkëputni ose mos e shkëputni lidhjen tuaj me Zotin, besimin në Zot pra, po ashtu mos u shkëputni nga dituria dhe mos harroni të investoni. Duhet ta keni atë parim pra, sepse si tha dhe Hoxha, shpresojmë që përfundimi do të jetë i mirë. Bashkë shikojmë emisionin e radhës. Asalamu alaykum wa rahmatullah.